Këto janë si mitet perfekte që dalin shumë të buta edhe nuk kanë nevojë për asnjë fije mundim. Me pak djath kur janë nxehta, shijojnë maksimum. Si fillim të njerën shtoni ujë të vakt, qumësht të vakt, maja, kryp, pak sheqer, i përzin mirë dhe i lani për 5 minuta mu aktivizu. Masi janë aktivizu, shtoni mielin gradualisht, si që shifni edhe në video, dhe vazhdoj me punojmë brumin. Unë e kam punu me brumatri që ju mund të pununi me dorë. Mandej gjatë punimit të brumit, shtoni edhe gjalpin. Nëse brumi ju ka dal pak i butë, shtoni edhe i fice miell, mandej përsëri e punoni për 5 minuta, e leni me pushu për 45 minuta, mandej e merrni brumin, e ndani në 20 koleç të vegjël, edhe e bani në formë rrumbullaku si që shifni edhe në video se e kam baun pra. E leni me pushu brumin edhe 15 minuta, si për i lyni me gjalp edhe i vendosni mu pjek për 30 minuta me 200 gradë. Mas i keni zjarë prej furret, i mbuloni me një pecet edhe i leni për pak, mandej i keni gati.